Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të folur me zotin Agim Aliçkaj, drejtues ekzekutiv i Ligës Qytetarë Shqiptaro-Amerikane, njohës mjaft i mirë i raporteve mes dy vendeve, i situatës politike atje, por edhe i zhvillimeve në Ballkan, Shqipëri, në Kosovë, në trojet tona. Zoti Aliçkaj, përshëndetje dhe faleminderit shumë për bisedën. Përshëndetje Dilber. Zoti Aliçkaj, mora shkas që t'ju ftoj në këtë bisedë dhe faleminderit që pranuat, për shkak sepse këtej po qarkullon një lajm në trojet tona për një ligj që është miratuar në Kongresin Amerikan, mos gaboj, në datën 7 dhjetor, që ka në synim, ka në objektiv Ballkanin Perëndimor, për të pastruar me pak fjalë të korruptuarit, ata që mund të minojnë paqen, të sjellin destabilitetin nëpërmjet revokimit të vizave, non gratave, bllokimit pasurisë dhe gjithçka tjetër. Si është e vërteta për këtë? Është i vërtet ky lajm, ky objektiv i ri i administratës Trump për Ballkanin? Dëgjoj, unë këtë ligjin e ri që e ka nënshkruar Trump dje, është autorizimi për mbrojtjen e shtetit amerikan. Në aty janë paraprame edhe shumë gjëra tjera. Unë nuk e kam lexuar këtë ligjin, por unë i kam kushtuar rëndësi, jo vetëm unë, po gjithë ne shqiptarë amerikanët edhe shqiptarët kudo që janë, pjesës e cila ka të bëjë me Kosovën. Aty e ka rëndësinë më të madhe ky ligj. Unë atë pjesën që ju fletni për këto korrupsione, për këto gjitha, është pjesë e këtij ligji, po është më vonë edhe nuk e kam lexuar në detale, kështu që nuk muj me kompetencë me fol për atë. Por është më rëndësi që ky ligj i përcakton në detale qëndrimet e shtetit amerikan lidhje me situatën në Ballkan. Kur ka të bëjë për Kosovën, është më rëndësi të thuhet sepse të gjitha ato që ne i dëshirojmë janë në mënyrë të parapamen këtë ligj. Interpretime ka të ndryshme prej njerëzve në bazë të interesit, a kupton? Mirë po, ligji e parasheh që Kosova nuk bën të ndahet, nuk bën të coptohet. Ligji e parasheh që të bëhet njohja reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Ligji e parasheh që minoritetet, ma vonë, aty parashet që minoritetet kanë drejt në asociacione, por jo në asociacione të cilat mundën me ndërhy në funksionimin e shtetit. Pra jo me kompetenca ekzekutive, thjesht ekzekutive. Aty është marifeti, disa po mundohen ta shpjegojnë se në një ndër pika thotë që të zbatohet marrëveshja në nënshkruar e Ohrit. Në atë marrëveshje normalisht që pika 7 është e parasheh asociacionin, por ajo nuk parasheh që asociacioni duhet të negociohet masi të bëhet njohja mes dy shteteve. Në atë kohë, atëherë në kuadër të kushtetutës Kosovës, është plotësisht normale të diskutohet me minoritetin serb, jo me Serbinë. Jo me Serbinë, me minoritetin serb në Kosovë, me përfaqësues. Sipas këtij dokumenti, përpara duhet të jetë njohja, pastaj diskutohet për asociacionin, jo e kundërta. Absolutisht. Kjo është më e rëndësishmja, sepse Evropa me ato bashkë presionit Serbisë ka insiston ka kohë, e dini edhe vetë që non stop e përmend duhet bëhet asociacioni. Jo, duhet marrëveshja të zbatohet. Ajo marrëveshje ka disa pika tjera para se të mrihet te asociacioni. Prandaj ne realisht muj me thonë se kjo është një fitore e madhe e kryeministrit Kurti. Tash në detyrë, por kjo tregon se doktrina e tij, që është doktrina e kamgulljes apo e vizionarëve, siç mund ta quaj unë, e ka arrit suksesin e vet. Do të thonë, rrumullaksu dhe shteti amerikan ja jap një përkrahje kësaj doktrine. Do të thonë që shteti jetë i fortë. Çfarë ka tjetër në këtë dokument për Kosovën përveç këtyre dy pikave që kjo të zbatohet edhe nuk do të ketë ndarje? Çfarë ka tjetër që i ofron Kosovës? Kosova, aty parashihet që Kosova të hyjë edhe që është pikë tjetër më shumë rëndësi, hyrja e Kosovës në NATO. Domethënë propozohet që
normalisht ajo është procedurë, por një ndërpik ato është edhe ka një dritë gjelbër. Kjo, një dritë gjelbër, do më thonë, e tregon drejtimin e Amerikës, edhe na ta kuptojmë. Nëse Amerika vendos me gjithë mend ta futë Kosovën NATO, në mënyrë se një tjetër si George Bush, kur e shpalli pavarësinë në Shqipëri, kur tha, enough is enough, kemi fol ball Kosova do të bëhet e pavarur. E njëjta gjë unë mendoj se Donald Trump ka fuqi gjatë këtij mandati që të realizoj ato nëse është që është në interes të Amerikës, unë besoj që është në interes të strategjisë amerikane. Sepse me hyrjen e Kosovës NATO definitivisht shpresat e Serbisë për kthim në Kosovë përfundojnë. Edhe atëherë mund të bisedohet për qetësinë e Ballkanit, për paqe, për marrëdhënie të ndryshme tjera, deri në atë moment, derisa Serbia nuk I heq ato tendencat e veta dhe apetitet e veta të smura për dominim edhe për kthim Kosovë, nuk ka qetësi në Ballkan. Zoti Alishkaj, si erdhëm deri këtu në këtë dokument, sepse Trumpi ka 100 hadhe dhe probleme të tjera në gjithë botën. Tani si erdhi vëmendje Ballkani? Po, kjo Dëgjoj, në atë ai ligj, sikur ta thash, unë se kam lexuar se është ligj I madh, edhe ka tjera çështje, cilat unë nuk I di, tamam, po veç por aty ka çështje tjera për që lidhi me Kinën, lidhi me Rusinë, gjithë ato, domethënë ky ligj nuk është vetëm për Kosovën, kjo është vetëm disa pjesë për neve, prandaj aty parashihen ato gjëra të mëdha, po kjo është në mënyrë ky ligj e drejton politikën amerikane. Kjo është ajo vija strategjike. Normalisht si presidenti gjithmonë ka mundësi me lëviz nga pak në gjatë punës së tij, sipas nevoje, në raste emergjente mund edhe të ndryshon diçka jashtë këtij ligji. Por gjithsesi kthehet në këtë ligj, sepse kjo është politika strategjike afatgjate e Amerikës. Prandaj kjo është një lajm jashtëzakonisht I madh dhe I mirë për neve. Zoti Alishkaj, ju thatë që kjo është një fitore e Albin Kurtit, e quajtë edhe lider vizionar. Por pak ditë më parë, mos gaboj, po në Kongresin Amerikan, njëri nga në mos gaboj drejtuesi në Komitetit për Europën, pyeti zyrtarët amerikan, që nëse Kurti është bllokues, edhe përgjigjja aty ishte po. Apo gabojmë? Jo, përgjigjja atyre ata ishin të panelit. Domethënë, edhe pyetja e kongresmenit ishte një pyetje shkurt. Ta themi herë atë dëgjim e kam përcjell disa herë, edhe e di në detale. 4 orë të tëra I kushtohen gjitha janë në favor të Kosovës. Kudo që flitet për Kosovën. Domethënë po flasim për gati 4 orë ku flitet për Ballkanin, po pjesa kurdo që flitet afër 50% për Kosovën është në favor të Kosovës. Vetëm ajo pyetje, domethënë janë 15 sekonda në pyetjen, në krejt ato 4 orë dëgjimit, ku është një pyetje që është pak më, akoma cilat janë normale në dëgjimet e Amerikës. Unë më kujtohet në një dëgjim që ishte në Senat para 3 vitesh, senatori Menendez I pyeti Derek Chollet, përfaqësuesin e Departamentit të Shtetit, I tha, a është ky Vučić a ka lidhje me kriminalitetin? Ai tha po. A kupton? Hej, ka lidhje një president me kriminalitetin, do t'ishte bo kiameti sikur t'ishte kjo fjalë për Kurtin. A është pak si mos bindes? Normalisht Amerika e thot ato, edhe ata mendojnë ashtu një pjesë e tyre, por kjo unë mendoj se kjo ka rrjedh më shumë nga një pjesë e administratës, sepse në administratën amerikane, domethënë nuk është politika e administratës për që ka mendim për Kurtin. Unë mendoj se ata kanë mendim të mirë për Kurtin, edhe ata kanë nevojë që të kenë një udhëheq si Kurtin, për arsye se ai mban fjalën, e ka popullin mas veti, domethënë është në gjendje të kryej punë për Amerikën, edhe ai ka kryej punë, e ka rregulluar Kosovën. E ka qitë në Terezi për Amerikën, e për gjithë botën, edhe për Serbinë e ka qitë Kosovën në Terezi. S'ka nevojë më mërzit Serbt hiç fare. Krejt është Kosova në rregull, Serbt nëse dojnë me jetu në mënyrë normale e kanë mirë, janë të mbrojtur, edhe Kosova tash funksionon tamam si shtet. Merre me mend po të ishin koha e barikadave, çka do të thoshte presidenti Trump? Ai nuk do të mund të me parapoket strategji nëse do të ishte koha e barikadave, sepse do të ishte një shtet I trazuar. Prandaj, ato që ka arrit Kurti, e ka ndihmuar edhe këtë ligj.
E kanë ndihmu këtë ligj, e kanë ndihmu Amerikën, ata tjetër gjë thonë kështu publikisht, tjetër gjë edhe në mrapavi. Plus, deshat e disa ta them, po nuk e thash tamam. Kjo është vija e ish ambasadorit Grenell, i cili ende po përzihet. Aty do dilja edhe unë, tek ajo do dilja. Kemi fol herën e kaluar për ta bukur shumë. E Beqev flas për to, po s'po ke çore. Ai dëgjoj çu puna atine. Ai është një freelance politikan. Tash dikon e ka detyrën e këtë Kennedy Center në Washington. Aty ka detyrë. Disa po thonë është për misione. Jo, nuk ka detyrë zyrtare. Ato vendimin e fundit. Pra deklaratat jo për Thacin që është kundër pra mbajtjes së tij atje, jo për Kosovën, për Kurtin, jo pse thash tjerat, janë gjitha opinione personale. Ai është mashtrim. Për Thacin është mashtrim. Asnjë gjë në botë nuk mundet me bë Grenell për me lëshu Thacin prej hake. Atë mund ta liron vetëm gjykata edhe ato në bazë provave. Në asnjë mënyrë, dëgjoj. As Trumpi me dashur ai banuna, po pse? Pse ai nuk mundet me përzi në gjyqësi të Evropës. Nuk ka çaq interes ai as për Thacin, as për askën tjetër, as nuk përzitet Trumpi as për Serbinë shumë. Ta kanë menduar serbë që kur vjen Trumpi do të jetë në anën e tyre. Kjo prej se ka ardhur Trumpi çdo gjë ka shkuar në favor të Kosovës. Grenell është ai vetmi ai i cili o ka vepran në kuadër të administratës, aty këtu po ai është vetë i korruptuar prej Serbisë në mënyrë. A kupton? Edhe vërtet mos them korruptuar, por ai i përfaqëson interesat serbe. E keni fjalën që është lobist i tyre, po thoni. Lobist i tyre. Prandaj tani ai është e qartë se ai kudo që po ashtu, unë mendoj se edhe ka influencë edhe në ambasadën amerikane në Prishtinë. Sepse ambasadorja e cila është në detyrë, edhe ajo nuk është ambasadore përhershme, është charge d'affaires. Edhe ajo në bazë sugjerimit Grenellit ka dalë me do deklarata që kanë qenë në andeknej. Përndryshe, Kurti tamam është ka punon në vijën amerikane. Ky është ka punon në interesin amerikan, në interesin e Kosovës edhe në interesin e Evropës. Këta e din. Dëgjoj, tjetër gjë këto deklaratat e disave aty në kështu. Këta e din, edhe ky ligj shkon në çat drejtim, sepse Kosova tash po konsiderohet një vend stabil. NATO ti s'mundesh me hinë nëse e ke shtetin e parregulluar. Kush mundet ty? Askush propozon, as Amerika, as askush nuk e propozon një shtet. Edhe në këtu në kuptim që i sugjerim, nuk e sugjeron që një shtet me trazina, një shtet nuk që ka investuar vetë edhe në ushtri. Po, prandaj, do me thonë, çdo veprim të Kurtit, ky veprimi vizionar i tij për 4 vjet që ka qenë shumë i vështirë, sepse Evropa u mësu me ata liderë të përparshëm, të cilët vetëm çka ka dashur Evropa kanë vepruar. E kanë damtuar pavarësinë e Kosovës. I kanë cenu interesat e Kosovës vetëm për interesat e Evropës strategjike me shpresa që do ta kthejnë Serbinë nga Rusia që nuk do të ndodhë kurrë. A kupton? Kështu që ky qendrim ka ngulë si Kurtit. Është edhe, më i thonë edhe liderja Vjosa Osmani, edhe lider tjerë që kanë bashkëpunuar me të, përveç opozitës. Opozita ka ra në provim. Gabimin më të madh gjatë kësaj këtyre 4 vjetëve për opozita ka bërë që nuk e ka përkrahur kryeministin Kurti në kundërvënie ndaj Serbisë. Aty është dashur. E kuptoj luftën për pushtet, mrenda, kritikat këtu. Por nëse qeveria jote, ti si opozitje, nëse qeveria jote është ka kundërveje, është ka përballet me një armik të mërshëm e të poshtër, sikur është Serbia, ti nuk duhesh me qenë i paanshëm, as nuk duhesh me qenë në anën e Serbisë, po duhesh me qenë në anën e kryeministrit tonë. Po këta e kanë huqë burri fort, por ata nuk mundën me marrë vota. Përveç te ata njerëz që janë të tyne të përhershëm, a kupton? Ata nuk kanë me pas votën e njerëzve të paambarur siç jam unë. Ma atë që kuptova unë, zotja Ariçka, është nëse Kurti tani në 10 orë merr një tjetër mandat, me këtë administrat Trump do ta çojë ndoshta shumë afër hyrjen në NATO të Kosovës. Shumë afër. Ajo është esenca e kësaj e gjithave. Edhe ky ligj, edhe synimet administratës amerikane janë
njëjta me qëndrimet e kryeministit Kurti për një Kosovë stabile, një Kosovë të fortë, demokratike, ku respektohen drejtat e njerëzit, edhe në vi me politikën strategjike amerikane, normalisht që Kosova kudo, krejt borxhin që ja ka pas edhe Evropës edhe Amerikës, në qëndrimet e tyre, në interesat e tyre, Kosova ka qenë në anën e tyre. Edhe kundra atë Rusisë, edhe kundra Kinës. Do me thonë, Kosova nuk e lejon që Kina të futet në Ballkan në Kosovë, sikur që Serbia e fton Kinën. Do me thonë, Kosova është në vi amerikane 100%. Ato që e kemi pas borx që na kanë ndihmuar për mushliru, da e kemi kthy. Po ne nuk e kemi borx. Kjo është budallakju I disa politikanëve qyqana që unë I quj, apo mundësh me thoni servelve, budallak I politikanëve servel. Në ka liru Amerika, po thot kështu, Evropa, tash duhet me ja dhon Serbisë gjysën e Kosovës, duhet. Jo, nuk na kanë liru ata me na robnu prap. Nuk na ka liru kërkush, ose s'na kanë ndihmuar me liru, se luftën e ka bëu UÇK, luftën. Nëse po mos kishte luftu UÇK për liri, kur Amerika as NATO s'kishin ndërhyr. Kjo është e sigurt. Prandaj luftat popujt e vegjël për liri nuk pyesin, kupton? Ata luftojnë, atëherë ndihmat vjen normalisht si çdo shtet I vogël kur e ka arrit lirin, dikush e ka ndihmuar. Por pa u përpjek vetë ndihmon askush. Pra, është e kurtit që marr një fjalë të tij që nëse ne nuk ecim me të njëjtën hap poshtë, edhe Aladi që nuk na ndjek. Po, çfarë është puna? Nëse ecim, na ndjekin. Nëse nuk ecim, stagnojmë, ata na shkelin. Kjo është thënie vizionare. Kjo është ajo që thot edhe ai, por pra me atë që unë kuptova është që këtyre borive të non-gratave të listës së zezë e të sanksioneve, po ju fryn opozita në pamundësi të mbështetjes së qytetarëve, po më thoni. Ky është, domethënë, përveç atij gabimit kryesor, që nuk e kanë përkrahur qeverinë në raport me Serbinë, gabim tjetër I opozitës, e cila ja ushtyn mundësinë e tyre që të marrin pushtet edhe për një kohë shumë gjatë, është se ata nuk e bazojnë forcën e tyre apo aktivitetin e tyre në popull. Ata e bazojnë më shumë çka thonë ndërkombëtarët, me hyn çef tjerëve. A kupton? Se ata mendojnë se vjen Grenelli dhe voton në Kosovë për m'ia dhënë votën aty në Mubos, se një fjalë Grenellit në cilën ai për shembull në mënyrë se një tjetër e kritikon Kurtin, po shkoj ka tash populli jon që ka çaj budall, sa me votu për hatët Grenellit me votu opozitën. Ata nuk kanë bë asgjë që të ofrohen me popullin, me njerëz të pavarur siç jam unë. A kupton? Që jam I hapur. Tash unë në këtë moment po e përkraj edhe unë, jo vetëm unë, po komplet liga qytetare shqiptare amerikane, në krye me Gjo Diogardin edhe Shirley Closh Diogardin, ne e përkrajim Kurtin për shkak të saj politike, e cila po tregohet çdo ditë e më e suksesshme. Këta është I mirë ai politikan që ta përfundoj thonë këta, është I mirë ai politikan që ardhmërinë e vet si politikan e sheh në përkrahjen tuaj, e jo në përkrahjen të popullit vet. Po me Shqipërinë si shikoni raportet e Shtetet Bashkuara, se kryeministri jon Rama pra bëri ca shaka, ndoshta pa krip, andej nuk e di si mund të kenë ndikuar në raportet mes dy vendeve. Ne ambasador nuk kemi këtu. Nuk ka asnjë Kosovë, është ngarkuar me punë. Por edhe Shqipëri prej disa vitesh nuk kemi një përfaqësues nivelit ambasadorëve. Pra duket sikur ka një tërheqje edhe në deklaratat publike pas zhvillime politike apo nga drejtësia, pra I kanë ndjekur në distancë, kanë dhënë një mbështetje, pra I vetmi institucion që përfaqëson Shqipërinë me atë që kemi parë nga këtej është SPAK-u në raport me SBA-n, pra prokuroria e posaçme. Jo në nivel politik, ju si shihni? Unë e shoh kështu. Unë mendoj se kryeministri Rama ka shumë gabime. Gabimet më të mëdha I ka në raport me Kosovën, po tash kjo tema është pak më ndryshe. Për Shqipëri, politika amerikane është gjithmonë mos me kriju problem në shtet ku kudo ka një farqetësie. I toleron edhe diktatorët një kohë, a kupton? Stabilokracia. Po, sepse nuk ka kohë të merret me ato punë. E ka zgjedh populli, mënyrën që I ka zgjedh, na mendojmë se ka me dallavere, po nejse, është zgjedh. Tashti, këta unë mendoj se me gjitha që ka edhe afera me Gonigal. To janë gjitha sikur mbyll ajo.
Jo, nuk u mbyll, për atë u mbyll çështja e Shqipërisë është tash në gjykim. Tash. Ka filluar. Jo, nuk u mbyll se dosja për Shqipërinë është akoma në gjykim tani, pra e Megonigalit. Unë bazë sa kam lexuar para 3 ditësh e pash dikun, lexova, unë jam 100% i sigurt, po çështja kur o dënua ai është dënuar për diçka tjetër. Për një aferë tjetër që s'ka lidhje me Shqipërinë. Kjo e Shqipërisë është në gjykim ende. Ne. Afera me Gonigal, edhe kjo që shakaja e Ramës ka qenë shumë e pakërt, me ta thonë drejtën. Sikur të kishte qenë presidenti Trump prezent, në atë moment kur ai e tha shaka, ndoshta edhe kish kalu si shaka e mirë, po pa prezencën e tij e kanë nënçmu presidentin Trump. Edhe unë mendoj se presidenti Trump ka një farqetësi e nuk del, po përbes nuk ja harron Edi Ramës. Kam i kushtu ajo batutet e nej. Kam i kushtu besoj. Është hakmarrës po thoni? Do thëtë po, patjetër do të është hakmarrës. Po, në avantazhon pak fakti që ndryshe nga Serbia ku Kushneri u tërhoq pas protestave, situatës atje, sanksioneve për Vučićin, në Shqipëri akoma është në rrugë e sipër investimin e Sazan nga dhëndri i Trumpit. Favorizon kjo në aspektin personal? Mundet me favorizu, po unë po ta them një gjë për presidentin Trump. Ai nuk i jep pasporë për askën në botë. A kupton? Normalisht që për Amerikën e ka shtetin që e udhëheq, që do të me dalë sa më mirë. Edhe shqyqanja interesin personal as mërzitet, as për Grenella, as për djemti, as për vajzat tinej, kur vje puna e gjanave të mëdhaja, ai vendos ashtu që do të vet. Unë kjo është mendimi imi, a kupton? Prandaj unë mendoj se Edi Rama për shumë arsye e ka numrume, edhe Vučići kanë numrume. Ata s'kan punu mirë, nuk o ka punon mirë, ka shumë afera tjera korruptive të cilat kanë me dalë gradualisht. I po sheh edhe me këto ballukun, me këtu. Ajo është ka mbrojë deri që tash është tu i sakrifiku tjerë ashtu, po unë nuk mendoj si ka me përfundu keq. Ky është mendimi im edhe dëshira ime. Por kjo përfundimi keq mund të vinë nga i dorë në një moment pra direkt nga atij apo nëpërmjet spakut këtu. Si shikoni? Kombinim. Jo, më shumë nëpërmjet spakut. Pra nëpërmjet mbështetjes për spakun mund ta godasin. Po. Çashtu. Ashtu po mendoj unë. Po deklarata se e ngarkuara me punë, por edhe në ditën e urimit për pavarësinë, mesazhet që erdhën nga andej për te oqeanit na kujtuan në ditë feste kartelet. Nuk besoj se ishte rastësi dhe kjo, për të luftuar kartelet. Jo, nuk është rastësi, ajo. Jo. Është dëgjoj, Amerika punon ngadalë. Ti ja ke pa dhe kriminalet këtu kur ti ndjek, kriminali vepron me 1 muaj, 2 muaj, 1 vjet, 2 deti mbledhen gjitha, edhe momentalisht i qesin, bum edhe e eliminojnë. Po një kryeministër në detyrë ka ndodhur që mundet kenë marrë masa? Sepse në detyrë po flasim për shtete, antar të NATO-s të dy. Për cilën kryeministër e ke fjalën në detyrë? Ka fjalën për Ramën, që ju tha që ai nuk e harron, por po flasim për kryeministin që është në detyrë. Po, dëgjoj, ai është në detyrë, po nëse zbulohen, nëse qiten fakte që janë aq të forta, nuk asnjë kryeministër nuk mundet me I përballu. A kupton? Edhe sidomos nëse vin nga Amerika. Po këtu ka flasim për fakte. Zoti Alishkaj, po për kjo çështje e llotarisë amerikane që e pezulloi Trumpi, na prek edhe ne besoj. Sepse ky ishte një goditje edhe për ne. Po, I prek gjithë. Po unë mendoj se aty mundet me pas ndryshime. A kupton? Trumpi ndryshon mendjen mbas situatës. Ajo ishte e para ndodhi për shkak të aktit terrorist që ndodhi në Washington. Se në Shqipëri janë çdo vit që janë me qindra mijëra që aplikojnë, si vjet nuk ishim, ndërkohë që erdhi tani lajmi që janë pezulluar. Pra, shumë që mbajnë shpresën për të kaluar andej. Unë mendoj se Alisio Trumpi bën një vendim për gjithë. A kupton? Atër mund gradualisht me klasifiku shtetet cilat duhet bllokohen e ato që nuk duhet bllokohen. Se Amerika nuk mundet spaku, dëgjoj.
imigracionin ilegal o ka lufton me mishë me shpirt, ato ka kërkon edhe populli amerikan. Mirë po, Amerika nuk mundet me jetu pa një imigrim real normal. Është ndërtuar nga imigrantët. Është e krijuar nga imigrantët dhe i duhet që të vazhdojë ky shtet ta ketë atë vlerën që e ka i krijuar nga imigrant dhe i sjell mbrana njerëzit tash më kvalitativ. A kupton? Domethënë prej shteteve që ka interes më shumë. Unë mendoj se ka me e kthy këto. Po tash kur nuk muj me ditë, po do ta kthen, do të bën klasifikim mes shteteve të cilat merren me terrorizëm edhe cilat nuk merren me terrorizëm. Edhe do ta bën një farë asnjë ndryshimi. Zotja Arishka, edhe diçka të fundit fare kam për ta mbyllur me deklaratën në komunitetin për Europën në Kongresin në Senatin Amerikan të pak ditëve më parë që u ngrit edhe një lloj alarmi që nëse do ketë një goditje nga Rusia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi, Kosova, këta do jenë në radhë të parë pra që do goditen aleatët në rast rreziku, janë shinjesër të Rusisë. Ndërkohë që kishim edhe doktrinën e re të miratuar për sigurinë kombëtare nga Shtetet e Bashkuara. Si shikoni kombinuara këto? Pra ajo se Trumpi duket ka goditur Bashkimin Evropian, po jo Europën tërësi dhe Ballkanin. Trumpi në mënyrë me drejtë ka godit Bashkinë Evropiane për arsye se ata ishin mësuar që barrën për gjitha për mbrojtjen e Evropës t'ia lënë komplet Amerikës. Ky ka kërkuar që edhe ata të jenë pjesë edhe asaj barre, edhe me investime, domethënë me blerje armës, me 3% me ato, gradualisht ata janë ka shkuajnë në drejtim. Unë mendoj se ka pas nevojë për një leksion Evropa. Mirë po, me këtë ligjin në Ballkan, Trumpi, edhe administrata Trump, edhe Amerika, e ka treguar se nuk mendon të tërhiqet nga Evropa, sepse Ballkani është pjesë e Evropës. Edhe aty e sheh rrezikun që mundes diçka e re. Te porta lufte. Lufta në Ukrainë është ka vazhdon. A kupton? Ky është një front. Mirë po, synimi i Rusisë është me qenë fronte tjera, edhe këta e mendojnë se nëpërmjet Serbisë Rusia shansën më të mirë në ka që të qelë një problem ose një front të ri kundër NATO-s dhe kundër prendimit është Ballkani. Prandaj ky koncentrim dhe ky interes i shtuar i udhëheqësve amerikanë, liderëve dhe atyre që e kanë përpiluar ligjin, është që Ballkani të kushtohet të rëndësi e posaçme që mos t'i lejohet Rusisë nëpërmjet Serbisë ta trazojë Ballkanin e të fillojë konflikt të ri. Zotja Arishka, unë të falenderoj shumë për zbërthimin e këtyre çështjeve politike dhe të sigurisë, edhe me lajmet e mira nga Shtetet e Bashkuara. Të jam mirënjohës shumë për kohën dhe për mendimet tuaja që ndat me publikun tonë. Faleminderit për ideje, unë mendoj se gjitha këto lajme plus edhe lajmi i njohjes Kosovës nga Bahamas Mbylja më e mirë e vitit, ajo ishte, shqyqy që po rikthehen njohjet. Janë gjitha lajme shumë të mira edhe gjitha shkojnë në favor të asaj që shpresoj që populli i Kosovës e zgjedh për vazhdim të mandatit kryeministit Kurti, sepse vazhdon kjo politikë që është në drejtim duhur. Uroj ta të kalojnë të krizë me zgjedhjet e fundit. Të falenderoj shumë. Kem nevojë për atë, për qetësi, për rregull dhe për punë. Mirupafshim, faleminderit. Faleminderit shumë.